Të dashur shqiptar, sot do të ham tiramisu, është një ditë e veçantë sepse kam gjetur origjinën e fjalës dritë. Tani, këtë fjalë e ka sugjeruar Norbert Jokli nga Vjen, por ai e ka rindërtuar si fjalë. Po sikur të them unë që kam gjetur origjinalin në ilirisht, nuk është e jashtëzakonshme? Pra, parashikimi i Joklit ka dalë i saktë. Në fakt, të gjitha parashikimet e Joklit kanë dalë të sakta. Sepse ai e ka krahasuar gjuhën shqipe me gjuhët gjermanike, gjuhët kelte, gjuhën sanskrite dhe gjuhën helene të lashtë. Tani, nga që ai dinte gjithë këto gjuhë të huaja, ai është i vetmi njeri me autoritet që duhet dëgjuar. Shqiptarët dinë gjuhën sanskrite? Jo. Shqiptarët dinë gjuhën e Avestanit? Jo. Shqiptarët dinë gjuhën e Homerit? Jo. Nuk e din, sepse as vetë grekët nuk e din, është përkthyer vepra e Homerit, Iliada dhe Odisea në greqisht nga një arvanitas në vitet 1900. A e din shqiptarët të gjitha dialektet gjermanike? Jo. A e din shqiptarët gjuhën latine? Jo. A e din shqiptarët gjuhët kelte? Jo. Pra atëherë si do bëjnë shqiptarët fjalorin e gjuhës shqipe? Mbi çfarë bazash? A kuptoni apo jo? Kjo është pyetja që ju duhet i bëni çdo shqiptari. Çfarë gjuhësh dini, zoti profesor? Nga e nxorët fjalët zoti profesor ose profesore, nga e nxorë? Pra, të ham tiramisu sepse këtë fjalë ka gjetur Jokli, ndërsa unë kam gjetur mbi shkrimin i lirë të mbështetur mbi analizën e Joklit, gjeniut më të madh të gjuhësisë. Të dashur shqiptar, ky është fjalori i gjuhëve indo-europiane që unë kam botuar falas në internet në vitin 2004. Dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë akoma nuk e merr megjithëse është falas. Kjo është rënja 349 dhe këtu është përfshirë fjala dritë e shqipes. Në gjuhën sanskrite kemi dadarsa me kuptimin kapar. Në gjuhën sanskrite kemi fjalën ders, që do të thotë pamje. Kemi mbiemrin Darsata, që do thot e dukshme. Në gjuhën e Avestanit, kjo është Daresa, do të thot shikim, do të thot pamje. Në gjuhën helene kemi Derkome, do të thot shikoj, vëzhgoj. Kjo ka dhënë origjinën e fjalës Drakos, që do të thot syri i dragojit. Kjo ka dhënë Drakon, që do të thot gjarpër i yjeve në qiell, pikërisht pranë zonës së polit të veriut ka qenë gjarpri, dragoi dhe syri i tij ka qenë poli i veriut. Në gjuhën shqipe kemi fjalën dritë, që sipas Joklit ka ardhur nga rënja dark plus prapashtesa ta. Do t'ja tregoj më vonë se ç'do thot kjo prapashtesë. Tani un kam gjetur në një mbishkrim në Azinë e Vogël Zeusi Dritos, që do thot Zeusi i dritës, fjalë për fjalë, dhe kjo është origjinali, atë që ka parashikuar Jokli. E njëjta fjalë gjendet në gjuhët keltike, derk i thon syrit. Në gjuhën irlandeze të vjetër, andraht do të thot e errët, do me thënë është pjesa mohore an, plus draht, që do të thot pikërisht pamje. Përkon me fjalën shqipe dritë. I njëjti zhvillim fonetik që ka ndodhur në keltisht, ka ndodhur edhe në gjuhën shqipe. Kjo fjalë gjendet në gjuhët gjermanike, gjithashtu edhe si emër toponim në gjuhët gjermanike. Ky është një zbulim kaq i madh. Është një fjalë e vetme në të gjithë korpusin e latinishtes dhe të helenishtes, por kjo nuk është fjalë helene, është fjalë lidiane. Është gjetur perëndia Zeusi Dritos. Në fakt, fjala Zeus do të thot diell në gjuhën hitite, Tiavat. Pra, ky ishte zoti më i rëndësishëm, zoti i diellit dhe përfaqësoheshte me syrin tek gjuha hitite. Ishte fjalë kaq e shtrenjtë, kaq tabu, saqë nuk shqiptohej me zë të lartë, vetëm shkruhej. Kjo shpjegon faktin që kjo fjalë shqiptohet kaq shumë ndryshe në gjuhën hitite dhe në gjuhën helene.
Ky është teksti origjinal që kam gjetur dhe me ndihmën e inteligjencës kompjuterike është përkthyer në anglisht. Pastaj unë e kam përkthyer në shqip të njëjtin tekst dhe teksti është i tillë. Viti 188, dita 20 e muajit Deios, që do thot muaji i Zotit ose muaji i Zeusit. Melitina, bia e Demetrios nga Sardisi dhe Metras, djali i Metrodoros, ndërtuan varrin. Melitina e ndërtoi për Metras, burrin e saj, i cili kishte qenë prifti i trashëgimisë së Zeusit Dritos, dhe për djalin e saj Demetrios. Metras e ndërtoi për babain e tij dhe vëllain e tij. Menekration, Afias dhe Stratonike e ndërtuan për babain dhe vëllain e tyre. Hermogenos e ndërtoi për xhaxhain e tij. Heortilla e ndërtoi për vjerin dhe kunatën e saj. Sekunda, Demetrios dhe Onesimos e ndërtuan atë për atin e tyre birësues, lamtumir. Pra këta të fundit kanë qenë adoptuar nga personi i vdekur. Ky është një epitaf. Të gjithë të afërmit, miqt, kanë vënë mbi shkrimin e tyre. Kjo datë 188 përkon me datën 94 pas Krishtit. Tani kjo është shumë e rëndësishme. Do e përdorim këtë si argument që kristianizmi ka lindur më herët se çfarë mendohej më përpara. Në fakt, Psalmin 84 unë kam gjetur në linë të Korçës dhe të Pogradecit në një mozaik që nga shekulli i 3 dhe i 4 para erës sonë. Është zbulimi më i rëndësishëm i jetës time dhe i shqiptarëve në përgjithësi. Pra këtu kemi Zeus Dritos, një epitet lokal i Zeusit, ndoshta i lidhur me një kult ose vend të caktuar në Lydia. Ky ishte një vend në Azinë e Vogël. Mbishkrimi është i rrethuar me kurora për të vdekurit dhe aty janë vendosur emrat e njerëzve më të dashur. Tani nuk jemi 100% të sigurt që ky është Zeusi Dritos, mirë po nuk ekziston kjo fjalë në asnjë gjuhë tjetër indo-europiane, vetëm në gjuhën lidiane. Dhe Tiavat përkon me fjalën shqipe ditë dhe me fjalën keltike dyt. Pra jemi të sigurt që kjo fjalë është gjetur në Lydia, fjala Tiavat, ditë. Edhe Dritos është gjetur pikërisht atje. Pra, në qoftë se në helenisht është Zeus Dritos, në gjuhën lydiane do të ishte Tiavat Dritos. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Tani, përse është kjo fjala dritë? Nuk është vetëm fjala dritë e ngjashme me shqipen. Unë kam gjetur fjalë të tjera. Kemi fjalën metras, që vjen nga motor, ndërsa në gjuhët e tjera indo-europiane është mater. Është në këtë mbishkrim. Pashtu kemi fjalën melite, që i thon bletës, vjen nga fjala mjalt e shqipes të dashur shqiptar. Është pikërisht pjesë e këtij mbishkrimi. Kemi fjalën Demetra, që është pikërisht perëndia e tokës, e dheut tek ilirët. Pra kemi 3 elemente të tjera, siç e shikoni, edhe në anglisht, edhe në shqip, që janë rizbuluar nga inteligjenca kompjuterike. Pra kemi fjalën melite, kemi fjalën Demeter, kemi fjalën meter, metras, që i thon motrës gjithashtu. Pra, këto janë 3 elemente të tjera dhe elementi i 4 është pikërisht Deios, që do thot Zot. Kjo gjendet edhe në gjuhën e mesapëve. Dei Patyros do thot Zeusi baba, ati Zeus. Këtë e ka vënë re dhe inteligjenca kompjuterike. Ati Zeus është babai i qiellit, Zeusi ose dielli. Pra kemi shumë elemente të këtij mbishkrimi që i përkasin gjuhës shqipe dhe elementi 5 është pikërisht Zeus Dritos. Përse është kjo fjalë origjinale, do thoni ju? Të shikojmë se si e bëri këtë parashikim Jokli, mbi çfarë u mbështet Jokli. Të dashur shqiptar, Jokli bëri këtë parashikim.
Rënja indo-europiane Derkos, që do të thotë syri i Dragojit, ka marrë pikërisht prapashtesën tos dhe ka dhënë dritos. Ky ka qenë parashikimi i Joklit. Por nuk është gjetur deri më sot fjala origjinale kur. E pra, të dashur shqiptar, se shikojmë se si lakohet kjo prapashtesë për të formuar mbiemra, sepse ky është emër mbiemëror. Dhe e gjinisë mashkullore është në emërore tos dhe e gjinisë femërore është te për dialektin e Atikës dhe ta për dialektin dorik, që është gjuha ilire. Në mbishkrim është gjetur varianti dritu, pra gjinoria. Ndërsa në gjuhën shqipe është drites, një lloj si në helenisht. Pra gjinoria e shqipes, drites, është pik për pik me gjinoren e variantit të Atikës të dashur shqiptar. Pas një lloj dyshimi. Pra, në gjuhën helene, kjo është mashkullore, pse? Sepse Zeusi ishte perëndi mashkullore. Ndërsa në gjuhën shqipe, ky mbiemër është bërë emër, është varianti dritë dhe i gjinores dritës. Një lloj si në helenisht, pik për pik. Kjo është për te imagjinatës njerëzore, sepse këtë parashikoi Jokli. Pikërisht këtë. Në gjuhën helene është gjetur varianti mashkullor, sepse Zeusi ishte perëndi mashkull. Ndërsa në gjuhën shqipe është ruajtur varianti femëror të dashur shqiptar. Por, ky ka qenë parashikimi i Joklit, nuk është menduar kur që do gjendej origjinali. Të dashur shqiptar, ky është origjinali, kjo që po shikoni, është gjetur në Lydia në Turqinë e sotme, ky mbishkrim. Dhe gjëja më e tmerrshme është se pllaka origjinale është grabitur, nuk është më, por amerikanët kanë bërë fotografi dhe kanë botuar këtë për herë të parë në vitin 2006. Këtë ju nuk do ta gjeni në Google, nuk ekziston. Përse? Po sepse të gjithë po përpiqen të shkatrojnë çdo gjurmë i lire të dashur shqiptar. Kjo është e vërteta. Nuk do ta gjeni. Këtë do ta gjeni vetëm në bazën kompjuterike të faqes Trismegistos, por atje ju duhet të paguani $1,200 për një vit abonim. Ndryshe nuk do ta gjeni dot. Ndërkohë që këtu ju e keni falas dhe arsyeja pse unë nuk i nxjerr këto poshtë filmave më është se ju duhet të shkruani një peticion në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë që unë të pranohem si antar i saj, sepse kam bërë më shumë zbulime se të gjitha akademitë europiane të mbledhura së bashku deri tani. Pra atë që parashikoi Jokli dritos, unë e kam gjetur në origjinal. Zeusi dritos, Zoti i dritës. Në gjuhën helene është në gjinin mashkullore, sepse perëndia Zeus është mashkullore. Në gjuhën shqipe është ruajtur varianti i gjinisë femërore. Dritë, gjinore dritës. Një lloj si në helenisht. Ky është një zbulim kaq i rëndësishëm. Nuk bëhet fjalë më për hipoteza, për gjuhë të rindërtuar indo-europiane. Bëhet fjalë për një mbishkrim të vërtetë. Ky është në gjuhën helene, por perëndia quhet Zeusi dritos, që nuk ka kuptim në helenisht, nuk ekziston kjo fjalë në gjuhën helene. Helenët e pushtojnë, ngrenë një koloni në Azinë e Vogël dhe e adoptojnë perëndin origjinale Zeusi dritos. Ky është zbulim shumë i madh. Por nga ana tjetër, ju nuk e dini që vetë fjala ditë, perëndia ditës, gjendet në Azinë e Vogël, Tiavat. Duhet ta shikoni këtë film që kam bërë unë për perëndin e Zeusit, që quhet Tiavat në gjuhën lidiane, quhet ditë në gjuhën shqipe, dytë në gjuhën kelte. Dhe pranë këtij emri, në muajin Deios, në muajin e Zotit, në muajin e Zeusit, në datën 20 të këtij muaji, festohet
pikërisht perëndia Zeusi Dritos, ose Zeusi i dritës. Tani kjo është shumë e rëndësishme, sepse ky kult përkon me një periudhë historike në të shkuarën, kur në polin e veriut gjendej udhëllësia e Dragojit. Syri i Dragojit ishte poli i veriut. Mirë po, çdo 2000 vjet ndryshon me 3 gradë, pikërisht i gjithë qielli rrotullohet me 3 gradë, të gjitha yllësitë. Dhe tani është ylli polar. Por mbi 3000 vjet më parë ka qenë Zeusi Dritas, syri i Dragojit. Kjo është çmenduri. Kemi datën kur u krijua ky koncept, kjo fjalë ekziston në të gjitha gjuhët indoeuropiane, në gjuhën sanskrite, të avestanit, gjermanike, kelte, por jo në gjuhët slave. Nuk është. Është vetëm në gjuhët keltike, fjalë për fjalë. Dritë në gjuhën kelte dhe në shqip. Emër mbiemëror. Jokli thot është krijuar me prapashtesën tos. Dhe unë gjej këtë në origjinal, dritos. Nuk kam më fjalë. Është zbulim i madh. Kërkoj ndihmën tuaj të dashur shqiptar, por jo financiare. Duhet të më mbroni. Përderisa kjo nuk gjendet në internet, shikoni se çfarë po bëjnë armiqtë e Shqipërisë. Nuk gjendet as origjinali jo, është vetëm një fotografi që kanë bërë amerikanët në Turqi. Njerëzit e Shkretëtirës, njerëzit e gjysmëhënës kanë prishur të gjitha monumentet e lashta në Azinë e Vogël, në Turqi, në Siri. Pikërisht, atë që u përpoqën të ndalin amerikanët, më e keqja ka ndodhur. Janë prishur të gjitha monumentet e lashta. Ndoshta ky monument ekziston, por është i fshehur në Turqi ose i shkatruar nga forcat e gjysmëhënës, forcat e Shkretëtirës. Pra, praktikisht të gjithë janë armiq tanë. Shqipëria nuk ka miq. Unë jam miku juaj vetëm. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.